Territori shqiptar për datën 6 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me reshje shiu dhe stuhi lokale në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në jug reshjet pritet të jenë intensive. Paraditja do të karakterizohet nga shira të vazhdueshëm në veri dhe qendër, ndërsa pasditja do të sjellë reshje më të forta dhe stuhi kryesisht në jug dhe përgjatë Bregdetit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të dendura dhe reshjeve. Era do të fryjë mesatare deri e fortë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 6 janar do të jetë në orën 7, ndërsa perëndimi në orën 16:33. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 9 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 16 gradë Celsius. Durrës 14 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj 12 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 12 deri në 16 gradë Celsius. Berat 13 deri në 16 gradë Celsius. Korç 6 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë 14 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 14 deri në 17 gradë Celsius.